Atëherë edhe sot e pam veprimin e radhës, absurditetin e radhës të partive opozitare në kuvend, cilat nuk morën fare pjesë në votim, në formimin e komisionit I cili e mundëson votimin e fshet, njëjtë si vepruan para disa javësh kur nuk votonin raportin verifikues të komisionit për verifikimin e mandateve, që blokoi për disa seanca me radhë procesin e ecjes tutje, njëjtë bën dhe sot, pra njëjtë siç kanë bërë dhe për shumë seanca radhazi duke vazhduar blokadën e konstituimit të kuvendit, ndërkohë që e kemi parë që vazhdimisht I kanë arsyetimet e njëjta, por ne siç kemi qenë në fillim, jemi dhe sot të gatshëm që t'i përgjigjemi kërkesës për votim duke votuar pro këtij formimit të këtij komisioni, sepse mendojmë që shumë e rëndësishme që të dalim nga kjo blokadë dhe të ecim tutje me konstituimin e kuvendit fillimisht dhe pastaj dhe kalimin në procedurat e radhës. Kemi parë që s'ka pasur reflektim prej këtyre partive opozitare, pra cilat po vazhdojnë ta bajnë edhe më tutje qëndrimin e tyre të njëjtë sa I përket mos pjesëmarrjes në votim fare, meqense e dim që kjo madje nuk përkon fare as me atë çfarë thuhet edhe në aktvendimet e gjykatës kushtetuese, pra kur decisivisht kërkohet prej deputetit që në këtë proces konstituimi duhet të ketë qëndrim dhe marrje pjesë në votim, dhe janë pikërisht këta deputet të këtyre partive politike të cilët zgjedhin të mos marrin pjesë fare në votim dhe të kontribojnë edhe më tej në vazhdimin e kësaj blokade që tashmë për javë është krijuar në kuvend.